Siguria në punë në rajonin e Korçës paraqitet në përmirësim, megjithatë informaliteti dhe shkeljet e legjislacionit mbeten sfida kryesore për institucionet përgjegjëse. Në rajonin e Korçës, për tremujorin e parë të vitit 2026, janë raportuar në Inspektoriatin e Punës dhe hetuar nga ana jonë 2 aksidente në sektorin publik, një në sektorin e shëndetësisë dhe një në sektorin e arsimit, të cilat kanë rezultuar me mangësi në dokumentacionin ligjor. Kontrollet e inspektoriatit janë përqendruar kryesisht në sektor me risk të lartë si ndërtimi, fasonerit, si dhe aktivitetet në hotele, bare e restorante. Programimi i inspektimeve ka qenë 49% subjekte me risk mesatar, 47% subjekte me risk të lartë dhe pjesa tjetër rreth 4% me risk shumë të lartë. Janë konstatuar 68 punëmarrës informal, janë marrë 29 masa urgjente në të cilën është pezulluar puna e punëmarrësit informal deri në deklarimin e tyre në sistemin datimor, janë vendosur 135 dënime administrative, paralajmërim për dënime gjob dhe 4 gjoba. Ndërkohë problematik mbetet informaliteti. Janë konstatuar në inspektime të cilat kanë qenë të programuar, çka flet për një programim të mirë të planit mujor të inspektimeve nga ana e trupës inspektuese. Pjesa tjetër, rreth 13% e tyre, janë konstatuar në inspektime rastësor, janë konstatuar sigurisht në subjekte prodhuese, në subjekte hëbëre, hotele, bare dhe restorante. Inspektoriati i Punës u bën thirrje bizneseve dhe institucioneve të respektojnë legjislacionin, të shmangin punësimin informal dhe të garantojnë kushte të sigurta për punonjësit, ndërsa punëmarrësit këshillohen të kërkojnë kontrata të rregullta pune dhe pagesa përmes sistemit bankar.